pjesë në llojin e gjumit. Gruaja e burit tim, komedia e zez me regji të Kiço Londo, erdhi për publikun fjerak në interpretimin e aktorëve të teatrit Shëtitës Çajupi, një lojë e mrekullueshme që zbulon jo vetëm marrëdhënien në bigami të një buri, pasi u denoncua i zhdukur në polici nga dy gratë e tij, por sjell njeriun e dyzuar dhe të pavendosur. Unë jam i mendimit që shoqëria shqiptare momentalisht që po flasim është e zhytur në një kaos ekzistencial, një shoqëri në depresion të thellë, edhe një çfaqje humori, e humorit angles, me një trup dinamike që padyshim vjen mbas 28 vjetësh përsëri. Është një shenjë që shoqëria ka nevojë për një terapi traume. Mendoj që çfaqja bën këtë efekt. Për regjisorin Kiço Londo, teatri i Fierit është piknisje dhe dashurie pafund. Kam munguar këto 5 vjet në teatr, në teatrin e Fierit. Ju siguroj që brenda Nëndorit do vi me një vepër shumë të fortë. Do jem i pranishëm në Fier, nuk do mungoj. Shfaqja Gruaja e burit tim e vë në skenë 28 vite më herët në titullin Burri me 2 gra, po nga regjisori Kiço Londo, pas premierës në Tiranë, po bën turne në të gjithë vendin.